Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, rënët të gjallët bëhen tokë. Veç se as shiu zduron lendina, urria jo zduron lok. Midis kujtimesh e midis këngës, shfaqet kretrimi fjallë pak. Dërgëm a degësh, dërë syta pëmësh, mërzis sonive ka pak. Zemra mergucit, flici bashkëqit. Me ty gjithmonë e madh, me ty o legjendar, dhe njerëzia vinë për kulën varin të ndërim. Një pjesa me roratën nisën fluturim. Zemra mergucit, flici bashkëqit. Me ty o legjendar. Sërish vjen Stina, e vjen pranvera, amanetin e ti për trin. Lullet e barit i tun veç era, si medaljonan pelerim. Midis kujtimesh e midis këngës, shfaqet kretrimi fjallë pak. Dërgëm a degësh, dërë syta pëmësh, mërzis sonive ka pak. Si flamur, dhe njerëzia vinë për kulën varin të ndërim. Një pjesa me roratën nisën fluturim. Zemra mergucim, flici bashkëqim. Me ty gjithmonë e madh, me ty o legjendar, dhe njerëzia vinë për kulën varin të ndërim. Një pjesa me roratën nisën fluturim. Zemra mergucim, flici bashkëqim. Me ty gjithmonë e madh, me ty o legjendar, me ty gjithmonë e madh, me ty o legjendar. Zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë se vini në show spektaklin ton Odeon. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, e nga do që të jeni gëzuar. Urime, epopeja e jasharajve, epopeja e UÇK-s, epopeja e shqiptarve. E do t'jemi sonte, se sonte kur po gjirojmë neve këtë spektakel, jemi në natën e zjarreve, dhe zjarr do t'i japim. Bashk do t'a bëjmë, se vetëm bashk mundemi në spektaklin Odeon, në Radio Televizionin 21. Do t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që janë mbështetja ju në mirë, suporti ju një fuqishëm, marketing. Dhe jemi rikthyer
pas marketingut, eci me spektaklin ton, spektaklin tuaj, në këtë javë të festave. Festa e madhe, e epopesë së shqiptarëve, kam dëshirë ta quaj, sepse ishte momenti i lëvizjes së globit, ishte momenti i madh i lëvizjes së shqiptarëve, përfundimisht për lirinë e tyre. Po e kemi edhe festen e shkollës sonë, 7 marsin, ditën e mësusit, a mësusës, e kemi 8 marsin, ditën e nënës, e nënave tona të shejta. Kemi shumë festa këtë javë. Jemi munduar këtë mbrëmje me që në vitet e kaluara kemi pas mysafir familjen Jashari, Bacen Rifat me gjithë antarët e tjerë që u ringritën si Feniksi Moradnan, e qreme Salihe, Mihrije, Bajrame, dhe sot janë shumë gati asë sa kanë qenë. Nuk shuhet dot ky gjen që përjetoj e mbijetoj për 3000 vjetë. Ky gjen i pastër, puro shqiptarë, po këtë emocion të madh që dridhi globin e që e bëri të ndjej njeriun, e që preku ndërgjegje njerëzore me 5, 6 e 7 mars 1998, të gjitha kategoritë njerëzore e kanë përjetuar në forma të ndryshme. Sonte jemi munduar ta ndërtojmë ndryshe. Do ta ftoj pa humbur kohë zonja Zotri, një artist që ishte luftetar i lirisë, Basri Shala Virusi. Aja Salih, ka prit kështu. Virus, ulemi bashk, e kemi bo që t'ulemi bashk e debatojmë se në mbrëmjet e tilla, tanë jetën shqiptarët, 3000 vjetë luftë për liri, janë ullë pranë gjakut, anë një odë, anë një shtëpi, e kanë dëgju më të menqurin, më të vjetrin, dhe i kanë dëgju rrëfimet të trimërisë, të luftës për liri e kështu. Edhe sonte jemi munua ta ndërtojmë në një këndshikim tjetër. Ti tash i artist, po unë të prezentova luftetar të lirisë. Vërtet, çka paraqet për ty gjithmonë kur vjen 5, 6, 7 marsi? Çka ndjen Virusi? Fillimisht, faleminderit shumë, unë jam tepër i nderuar që në këto festa kaq të mëdha kam qenë në listën e të ftuarve tu, kështu që faleminderit shumë. Gjithë popujt do donin me pas në historinë e tyre do donin me pas një familje emblematike çfarë e kem na, e kem shqiptar që është familja Jashari. Është e pamundshme me menu edhe mos mu emocionu për sakrificën cilën e kanë bërë ajo familje. Është e pamundshme me menu edhe me thonë diçka e mos me të ardhë në mendje historia 3000 vjeçare që e thati. Nëse në antik mësohet qysh Feniksi është ngjall prej hirit. Të ti? Është mitologji, do të thoshim ne. Ne e kem Feniksin tonë. Është edhe një diçka tepër interesante na im. Nëse i marrim edhe i shohim fotografitë e jetës të legendarit tonë, të komandantit legendar. Nëse i merr edhe i shef, ai e ka pas në ndjesin, ose ka lind që ai do t'jetë amblem. Në çdo fotografi tina vrehet qartë ai ndjesia e tij, misioni i tij, e shef, nëse nalesh edhe e shef, gjithë tjerët janë njerëz, mrena në atë fotografi është dikush që është mbi njerëzor. Historia e fundit e jona na ka dhënë me mësu, përveç tjerash, na ka dhënë edhe një input tjetër, që kjo tokë nuk duron të hujin. Kështu e ka thonë edhe artisti që rastësisht ka qenë edhe vllai i komandantit legjendar, Hamza. Hamza Jashari. Ka thonë në këtë tokë kanë ardhur shumë, po krejt kanë shku, sepse kjo tokë e duron veç shqiptarit. Mirë, Virus na ke ardhi veshën veçantë.
diçka, ka dhe elemente të ushtarit, i ke qenë pjesëtar, do të flasim më vonë, se kemi pjesëtar ne të këtu të Odeonit, që disa i njeh e disa dhe nuk i njeh, nuk e din, e kemi përgatit një tip mini dokumentari që do të doja ta shikojmë, sepse jemi munduar të themi diçka dhe të rrëfejmë që në realitet në spektaklin Odeon për këto 10 vjet kanë qenë edhe protagonistët e epopes, bashkështetarët e Adem Jasharit e kështu me radhë. A ndjekim bashkë? Njëzet 28 nëntor 1955, lindi një djalë, një legjend, që do bëhet legjend e legjendave në kohrat e reja. Adem Jashari, njërin nga bijtë e Shabanit, pas rifatit e Hamzës. Tre 3.000 vjet përpjekje, 3.000 vjet luftë, 3.000 vjet lavdi. Por shqiptarët, edhe pse kishin mijëra vjet civilizim, sporeshnin se kërkuari lirinë e tyre të marrë. Populli shqiptar po vazhdonte, po vritej e sakatosej, vetëm pse synonte rrugën e lirisë së vet. Të tjerët kishin synuar e po synonin lirinë e lavdinë e tyre. Sa komandant ranë në logun e lirisë, sa general, sa poet, sa shkrimtar, sa këngëtar, sa luftëtar. Frymzuan, por edhe dhanë frymën e fundit, duke mos hequr dorë kur prej asaj që ishte dhe mbetet formula e lirisë, lufta për liri. Pes, 6, 7 mars 1998. Një epope e shqiptarisë, një epope e njerëzisë. Thret Shabani bijtë e tij dhe luftetarët e lirisë dhe bëhet një betejë lavdishme që rritjen ngriti lavdinë e shqiptarëve kudo që ishin. Dhe bota u trondit. Po si vritën fëmijët, po si vritën plesht, po si vritën gratë. Komandant, amanetit na vlon me gjithë. E kjo betejë u bë himn, kjo betejë thirrri ndërgjegjen njerëzore. Kjo betejë do të mbetet strategji e doktrinave ushtarake në luftën për liri. Shqipëria, kishte sprit mbi sutetia. Sot ata janë gjallë në mendjen, në zemrat tona, në krenarisë shqiptare. Kishte sprit mbi
Dhe jo më kot, janë engjëjt e lirisë që thrasin gjithmonë në kujtesen tonë për amanetin e tyre. Familja Jashare. Komandanti legjendar Adem Jashari. Epopeja e Shqiptarisë. E Virus, artisti. Ishe artist kur ndodhi epopeja? Jo, Sa vjeçar ke qenë? kam qenë 20, si 20 vjeçar mas nej edhe kum hin luft, 21 i kum ba gjatë luftës. Në luft jëm hi, që nuk mund është mos me e përmen, unë e thash pa e ditë që kena me I pa gjirimet me fotografi të Adem Jasharit. Është e çuditshme, seriozisht është e çuditshme, nuk ka forcë në botë që mundet me mbind mu që kë nuk e ka ditë thellë që mbi supet e veta e ka një mision tepër të madh. Është e çuditshme kjo harpune. Po sot jena 21 vjet mas asaj. Komplet familja e theve në hymje dhe misionit, komplet familja janë trashëgu, janë ardhur. Okej, ti si e ke ndje? Ti, si 20 vjeçar, më falë që po të thamë ti. Ne jena meq, edhe me jo jena fort larga me bo me folë. S'dojna me përdor ju, këtë hera. Ideja, e di që kam shku prej katunit tem, prej Shalës, kam shku në Prekaz, në ditën kur është hap që këna pas mundësi me shku me I pa. Po ideja, unë nuk e di qysh një njeri kish mujt me e përjetu ndryshe, prej katunit tem me shku deri në Prekaz, I ka një 40 kilometra, normalisht kam. Po, a keni shku shumë veta? Jo, kum shku me 2 shokët me, po kërë na shku atje I kena pa një grumull të madh. Në përmale, Absolutisht, po. E cilët e kanë I ka thirr, ai ka qenë kushtrim ne. Ka qenë ramja e tyne, heroizmi I tyne, ka qenë kushtrim. Kur je shku, unë deri sa kam shku atje, nuk e... Kështu, për hir të vërtetës du me tregu diçka. Para luftës kam qenë tepër I butë. Gjithë qka njerëz kanë mujt me menu, përveç që atëherë Basri Shala e kom pas emnin, po ka shkuaj, tash Viros e kam. Gjithë kush ka menu që Basri Shala mundet mu bo diçka, po asnjëherë me e ka pushkën me dalë. Jo, a? Jo. Nuk je mendu kështu në... Jo, kum qenë tip pacifist kushtimisht, ku menu që gjithë qka në botë mundet me uzgjidh me dialog, ku menu që arma ma e fort për neve është me ledzu, e në atë kohë për një me kum ledzu, kum qenë njëni prej nxanësve më të mirë të shkollës, tip studios, 70% shoqënis femna, gjithë qka... Të ka motivu epopeja krejt. Kur je shku, edhe e ke pa, po tani ka dalë tjetër njeri, ka dalë virusi mas nej. Rruga... Era e barotit, komplet lagja në gjendjen çfarë ka qenë kur e kena pa, tymi, ata shpirta që u sillshin, kanë qenë diçka që nuk mundesh me e thonë ndryshe përveç kur një ballon korset, mos mundesh me e tubu. Më ka dalë virusi, edhe aty e kum prej menën që s'ka libra, s'ka laps, s'ka kimek, s'ka shkollë, s'ka kur gjo. Pa lirin? Pa lirin, jo, pa e ka pushkën. A pa e ka pushkën? Sepse masanej është një diçka tjetër. Me 5 mars të vitit 99, një grup I shokëve të me kanë shku edhe kanë bo njënin prej aksioneve më interesante që I kanë bo kundër ushtrisë serbe. Po në emën të hakmarrjes, ndaj jasharëve dhe familjes tyne. Në mesin e aty nëse tash mu m'lidhen, nuk është veç epopeja që ma lidhë këtë punë. Pse po e përmeni këtona, më falë të lutna. E kom pas njënin prej shokëve më të mirë të luftës, Ramiz Shala e ka pas emnin. A është? Jo, është vraj. A është dëshmor? Po. Edhe për këta deshta me e përmenë, sepse
njerëz të mirë na kanë shtu. Tash Artistët, luftetarët e lirisë, gjithë njerëzit qajnë. Qaj virus, qaj për shumë, se absolutisht, po dhe qahet për luftetarin e lirisë, edhe këndohet, edhe trumbetohet edhe. Di që Eqremi ka qenë 16 vjeqare gjys. A ke taku Eqremin? Po, jam taku me Eqremin edhe në artistin ton. Eqremin e kum pas edhe shok në klasë në aktrem, kështu që me Eqremin edhe në luft edhe në skeni e në bashkë. Eqrem, ke qenë pjesëtar i UÇK-s, për këto 10 vjetë shumë pak kemi folë që ti ke qenë vërtet pjesëtar i UÇK-s. Dhe a ka qenë epopeja, apo sigurisht ajo thirrja për luftë, a përfundimisht që të çlirohemi, apo çu ke marrë vendim me shku në luftë? Se djali i ri, 16 vjeç e gjys. Se po thojnë s'munët me pas veteran që u konë 16 vjeqar, ka pas edhe ma të vogël bile. A keni taku ma të vogël? Realisht ku pas 17 vite, 8 vite ku ju vesh ushtar, në 98-ën, që unë jam 80, në 98-ën, në gusht i kum ba 18, 17 i kum pas në qershor dikun ju vesh ushtar. Virusi ka e ceku në gjarin e tina, mu veç ma rikujtoj, ma rifreshoj. Po, ku ke qenë atë ditë? Po dhe unë kom qenë prekaz, para se me qenë prekaz, unë e kom përjetu dhe masakrën e Likoshanit edhe Qirezit, me 28 shkurt. Jo që e kom përjetu, kështu po doj, kemi qenë edhe atje, kemi pa që ka ndodhë. Dhe në atë ko, nga familja Ahmet janë bytë 10 antarë, një ndër ta ka qenë edhe një bashkohanik imi. S'po them shok, se s'kemi pas shoqni, po bashkohanik dhe thotë që kemi qenë gjeratë, dhe kum njohë dhe atu ka fillu aja, si tha, ka dal virusi, mu ka dal një virus tjetër. Që atu ka fillu mu më dal një virus, tani aj kulmi ka qenë... A keni bashkëbisedu edhe me shok, me bashkohanik që ma nuk bëhet, duhet... Kemi qenë aje grup, ata shoqnia që kemi qenë në fshat, aje moshatartë, ma të mdhej se unë edhe mosha jonë, që kemi bisedu dhe atëheri minis, është interesant që jemi nis prej fshatit, është jemi nis 4 vetë. Po, kur kemi mri në Likoshan, ose dhe në prekaz, kemi mri dikon 20 vetë ose 30 vetë, rrugës të u bo bashkë, të marë tjerë, të arë tjerë, ku po shkojnë në prekaz, hajtë si po vim, ku po shkojnë në Likoshan, po vim edhe na. Dhe ka qenë nështë ta, si tha virusi a i kulmi, përkazi, kulmi asaj që me vendos. Ku e një niso bura, vendin të ashirojmë, që besa dhon do të vi me ju, se kështu ma sundurojmë, Realisht janë emocione që gëgjamati si kum përjetu këtë emocione, sepse neve bashkëlutetarët e bojmë bisedë ka njëherë punën e luftës, bashkaresht, dhe realisht çlirohemi pak, na dela e farë bansi, se kemi një bans në hala, në kam meta i bansi, e sot është kam del, kështu që kërkoj falin është ta pak për emocione. Që emocionohesh. Na kam thonë pa përgatit. Fakt. Regjisorin, Mirtonin, e kemi po ashtu që si qashtu 16 vjetë gjys, 17. Mo të legi me Mirtonin. Mirtona, po nanina, kine i mikrofon me na thonë diqka. Kush ta ka mush menen, apo s'pate ka me majtë e shkove në luft pastaj? Si ton. A si ton dyjaja? Kujt ju bashkan qitë? Një sitit fshatit apo shkove direkt në ndoni... Në qëtë tramaj, shko i Krasnici. Brigadën e qëtë tramaj. Po mirë, virus, më falë, ka me thonë virus, se tash virusi je. Ku bashkan qitë? Në kohën kur, po flasëm e nëherë mas epopes, unë në prill ose në maj jam inkuadru në që ka. Nuk ka qenë e organizume, nuk ka qenë e strukturume në kohën kur na po flasim. Në kohën kur na jena bashkan gjitë, ka pas grupet vogla në për katon, po jo shtabe lokale, jo masane jena grumullu, është bo një shtab, po jam bashkan gjitë në katon. Fillimisht një siti fshatit, a? Po, edhe masane prej aty këna shku të qaj Rahmetlia, Ramizi, që e përmena, a i patar u bo komandanti një pikës në Risinovc,
Risinovci është afër, ka qenë njëri prej punkteve të para që e ka bo UÇK-ja. Kështu dilë shumë i nalë shumë kerret në rrugë, i imitoj shumë serbë, sa atëherë zdi shumë fëmijë, zdi shumë shumë kështu kallasha, dëmek, kush jena natë më dhaj. Edhe mas nej prej aty kum shku në kuadrë shtabit përgjithshëm, kum qenë njësi speciale atje. Edhe kështu ka nisë kjo. Po Marsi, përveç lavdis që e ka për krejt shqiptarët, që identifikohen me familjen Jashari, mu Marsi më emocionon edhe për shkak të tramizit që e përmenat shoku ta. Sërish vjen Marsi. Ky Marsi, kur bisedojmë, është interesant të ut ku ke qenë ti, gjithësisht, si e mban mend, si të kujtohet, na kemi qenë bashkë në për Prishtinë, po... Kemi qenë për Prishtinë, do të thotë tu bë aktivitete, do të thotë në qatë kohë, unë me shoqërinë teme, i kemi pas disa aktivitete, ju kemi qu ushqim ushtarve, edhe... Keni mbledh ushqim edhe ju keni qu ushtarve? Po, ju kemi qu, do të thotë Me? Kush kanë qenë të tjerët, grupi juaj? Kemi qenë plot, më ka lutë më shqy të reguem, mos t'ju mbesim borç. Po, edhe, do të thotë, unë edhe kom qenë veç aktore, edhe ka një moment kur veç fillon me më kërku, do të thotë, paramilitarët serb, policia, prap nuk delshim prej Prishtine, prap rishim, do të thotë se kemi qenë të angazhum të në kohën, se si ushtarës në kam pranu, kanë thonë detyra juaj është në artë me luftu, se cili lufton në mënyrë të vetë. Po, nuk po kërkojmë llogari, se s'ke shku në luftë. Se po këta shtiru konë edhe me të majtë në luftë. Po e tregoj arsyen, do të thotë pse jemi bom me aktivitete tjera, do të thotë jo si ushtar. Edhe mandej ka ardha i momenti kur na kanë largu të gjithve prej këtohet. Edhe kështu. Kanë dashur me ekzekutu, kemi përjetu shumë gjana të qia, po... Po, flasim për epopen, se Halimi ka qenë pikrisht ku ka ndodhë ato sa ato afara qareve se... Po, te fillat. Te... Po. Sa vjeqar ke qenë Halim? 15 ose 16 që do saksisht... 15-16. Po. Ani? Unë kom bërë rezistencë paqësore. A paqësore? Aje kon i ri? Aje frikuar? Po jo, s'kom t'i shkon frika atër, se me pas dhe po s'kom lejshin. A nuk t'lejshin më friku? Mirë, edhe fshat ju edhe ato fshatra kanë qenë goxhat organizume. Taman meq, me Dugagjen edhe me Drenic, po besa edhe me Lapusha ne. Edhe me Lapush. Edhe në gjitha pjesë ka pas luftime, garantime, si çdo qytetar që ka përjetu edhe na kem përjetu. Jum kon fshat, si jum largu, një pjesë jum kon nërmjet 2 tunellave të Aqareva, sigurisht virusi e din. Jum kon një pjesë Mitrovic në Bajër, një 2 muaj, pastaj na ktyn në komunë Malishevës, si refugjat. Veç krejt luftën e ke kalu nëpër Kosovë, kështu. Krejt nëpër Kosovë. Se jo nëpër do hotela në Shqipëni. A? Jo në do hotela në Shqipëni atje. Dilemat këtilla, besoni që mos më keq kuptoni asgjë, po si kam qef në S'kem dilema. E ti ke Mune pridhej dhe këna qenë duplex, mas në ka qenë zonë. Për me këtyje pak. Po, sa vjeqar vërtet ke qenë? Edhe unë kom qenë si Halimi, 15-16 vjeqar. Kemi kalu Kagolapja në Mballovc, masë në Reqis, Hortis, deri në Koliq. Ti pe kalzon veç pjesën e luftës me 5, 6 dhe 7 mars. Jo, kemi qenë në shpim, po duje. Botat rënditet, kur neve kemi qenë në qytet, po më nejmë po duje, në shpim. Se Bajramin ka me vetë ma vonë, Mirtoni nuk u lavdu, Mihri, qka lypshe ti në atë ku? A ka edhe një pushkeve për mu mre, hej! E kemi historien. Ka qenë një periudhë kur të gjithë mundoshim me dhonë kontributin maksimal. Se cilin në mënyrën e vetë. Po, se cilin në mënyrën e vetë. Neve këngëtarët mundoshim që t'jemi një logjistik morale e luftës. Ka të atil, ka përplot artista që kanë qenë pjesë e luftës. Ka si Shaqe Sërvadiku, Lirak Qelaje, Mohamed Malsori është dëshmor, Beqa, Muj Krasniqi, e përplot artist edhe kryus të gjitha kategorit. Edhe sigurisht kjo ka bërë që një zoti malë ta hapë qilin e bashkë me ne, ta festojmë bashkë një ditë lirin, se 3000 vjetë e kemi prit. është epike, unë të pakën kështu e këm pa, është epike dhe lajmi në RTS
qysh është dhënë për ramjen e Adem Jasharit. Edhe ajo është, thot, nuk thot që është vra, thot sot gjenden 1000 Adema. Po, është e vërtet Është se epike. me ramjen e tyre u zgju i gjithë kombi. Do me thonë, gjithë qka Vjen na një, qanë, ngritën 1000. Ide e bukur ka qenë ajo e jotja me 5 mars me i bo krejt Adema në një salë. Ja mundu me pas, me bo edhe une po gogja e vështirë. Jo, Adem Jashara, si bëjmë dot, Ai. po... jo, është një diçka që me shenu, sepse në fund të mëram, ne pakrahasimisht, gjdo qenje njerëzore që lindë në këtë botë, lindë me një mision. I lumi ai që mundet me equ misionin e vetë deri në fund. Të pakt janë ata, shumë të pakt, në krejt botën, në gishta numrojnë njerëz që equjnë misionin deri në fund. Tash cili është misioni jonë? Misioni jonë është me tregu të vërtetën. Misioni jonë është me u tregu gjeneratave të reja, që për asnjë moment nuk bën me u turpru, përkundrazi, duhet me gjetë forcë edhe me i qu idealet përpara. Të gjithë popujt i kanë herojt e tyre, ju thatë që e kemi legjendën e legjendave, Adem Jasharin, pakrahasimisht me të tjerë, por në realitet edhe fëmijëve, edhe nipave, dhe stërnipave, dhe mbesave, stërmbesave, den, baba den, do t'ju tregojmë se më sublimja është liria. Absolutisht. Nuk është rastisht, është një fatkeqësi që unë njihna prej komunitetit tonë, unë njihna një farë virusi që kritikon. Jo do mos dëshmërisht kritikoj. Unë nuk ja fali vetës, edhe komunitetit tem që najmë nuk këna bo najsen, ose mirë që s'këna bo deri qëtar, sepse po preso me bo diçka të madhe, diçka të mirë. Popuj tjerë, industria e filmit edhe e teatrit, në botë shpikin, Histori. paguajnë skenaristat më të mirë në botë me shpik histori. A shkruan, a ke shkru, a i përshkruan ngjarjet, ditët, atë Shkruj, kujtohen tani? Unë kam majt edhe ditarë gjatë Jo luftës. që ditarin mos e përmend se tani... S'ka dertë, Ajo, kam majt ditarë, po. Mirë se... majt edhe E srema, ditar. ke majt ditar ti? Ja, unë e ditarë. Pse? Edhe është interesant, asë një datë në ngjarje, kështu nuk më kujtohen, kështu datë Jo. në luftë, se ka qenë më ide që mentaliteti ka diçka tjetër, jo në data dhe... Mirë, se të përshkruarit e ngjarjeve që vërtet do të ishin bazën i filmi e se lufta jonë për liri është shumë e lavdishme për faktin se ka zgjatë shumë. Armiqti kemi pas të mëdhej, për rreth gjithmonë, edhe mjaft e vështirë. Ne vazhdojmë akoma të kemi probleme edhe sot e kësaj dite. A keni bërë diçka artistike gjatë asaj periudhe në njësitet, apo s'ka pas kohë? Jo, na këna qenë njësi speciale. Kur është mbajtë epopeja e parë me 5, se veç me 5 mars është mbajtë, apo me 6 mars, 1999, a keni më rri me shku atje? Jo? Jo, se na konë zonë. Jeni konë zonë, në përpika. E qërem t'ja ke qenë? Ja. Ja. Mirton? A ke qenë Mirton? Jo, sepse ka pas luft. Atër s'ka qenë, as kamerman, as regjisor? Jo, ka pas luft. Unë e përmena, jo rasisht e përmena që Aksionin. në 99 me 5 mars është bon njëni prej aksioneve fort të mëdhaja. Fort të mëdhaja? Po gati çdo pikë kena pas ka një motiv tilla, Po, absolutisht, në epopej ka qenë në çdo pikë, në Nga çdo të vend. mundësit Edhe tona, në gjithë Kosovën, sigurisht të gjithë kemi qenë... Festimi jonë ka qenë të thotë, si që tha virusin, hakmarrja. Një sulm në ditë edhe A meno që ke bo mirë për qash kontribut sa që ke dhonë, të kështu si artist, apo... Jo, kontributin më të madh kësha me e bon, më falë, po ti e din që unë jam tepër i drejtë. Bune nuk e la me e këshyr emisionin edhe muj me të kalzu. Kontributi jam ma i madh i këshme qenë si kur mos tesha presat, ti kësha pas 21 vjetë që më vra perfekt, shumë mirë. Seriozisht po, pse tash po të kalzoj? Unë e besoj që lirin e këna fitu lirë, besam.
Unë e menoj që e kena fitu lirë. Ja, veru, shumë shtrenjtë. Unë e menoj- 3000 vjet. Unë e menoj që e kena fitu E lirë. di që francezët anglezët 101 vjet llogaritet lufta më gjatë. Mos më Kurse na 3000 në vjet. Francë se ta kallzojnë historie, edhe për ndreqi pa. Mirë, ndreqe. Në Francë, se unë pse jam katonari, më shku në Francë në emë. E ku po Champs-Élysées. Po, Edhe kem mësu frëngjesh në shkollë edhe fillore. pa ta hime një shok temin në rrugë një kasha, i më thëjke, jo është një kasha, thësha, për shka këna luftuna në Francë. Në Francë, Po, tha o birë këtu jena në Francë, ta s'kan gjojnë luftën. Jo, po du me thonë një karakteristikë dhe për interesante në Francë. E para e punës, fjallën më të madhen për familjen Jashari e ka dhënë Bernard Kouchner, që ka qenë administratori në e jashtë Kosovë. zakonshme. Edhe thot, nëse di me e citu, thot nëse ekziston çmimi Nobel për flijem, pa diskutim do ta merrte familja Jashari. Do më thonë, nuk ka manalt. Edhe me thonë drejtën tatë Nobelit ishtë duhet me kryu, se ata për paqe e kanë bo, po edhe për flijim, për adheune, për lirinë, se nuk ka raste çdo popull tjera. i nevojitet, po nuk ka raste tjera, po do t'ishte rasti mirë me fillu. Absolutisht Kjo po. kapele interesante me këtë yll, kështu pesceps, Po. koxa me revolucionar, me... Jo. A ka dhe me partizant kjo, po s'pazaj ma herë. Jo, unë... Yll limonin e ka. Bravo. Unë i kam që 21 vjetë mas lufte, i kam 2 sheja që i moj gjithë të luftës. Kapuqin edhe Nofkën. E ke pas këtë kapele? Jo, po kapuq... Një tjetër të njëjtë, ngjashme. Po. E këto me yll... Pse në luftë more virusi? Po, Nofkën? po. E qërem t'ja ke pas Nofkë? Jo. Jo, e qëremi. Edhe historinë e Nofkës po ta tregoj. Nuk e dija ku më tregu nëherë publikisht. E qëremi e ka njoft, Ymera Lushani e ka pas emnin. Po. Rahmet Lia. Një luftetari rralla. Aje ka pas pseudonimin Voglushi. Ka qenë 2 metra 20 i madh. Edhe unë e kum pas si sherr sebet. Baba jeme ka pas diçka që di, po te zaki thëshëm njëri tjetrit. Edhe kena qenë një herë të shku për Shqipni, ka qenë një grup jashtëzakonisht i madh që e kena përcjell për Shqipni, 1000 diçka vet, nuk e di. Edhe unë e atëherë kum bo art. Gjatë rrugës për Shqipni bëjsha art. Ishin 1200 vet për mas neve, unë e qyshish aty hec, unë alsha, edhe kthejsha tela, pa imagjinum, edhe ka përcejsha. 1200 vet mas me e i kthejshin tela. I ke mashtru? Pa pas tela. Pa pas tela në rrugë. Më thëj ke qaj meri, kush e shka e më të bo, thësha i nëzën gjumi, e ma mirë që shtë i mojna demek. Tension. Po, tash rruga kom normalisht. Ja nisen Gramacel, Babaloq, ka Dugagjini, ka qenë rruga për me dalë në Junik. Edhe u boter, ja nisen Serb gjujshin raketa ndriquse. Edhe tash na që ishëm të e udheqat farë grupi, ju thëshëm bini, krejt bishin, a ju, a i vich vetë rikin kam. Unë i thësha, pse mërë burës po vjen di? Na im është interesant një diqka, se njeri e ndjen, nashta dhe fundin. Më tha ngom kush, Serbi tha nuk ka plëm për mu. Mu tha kanë me mvra me granat, me tank e kanë mvra na i. E vërtet. Kur është thy gryka e Labushnikut është thy në momentin kur është dhroj në Ymera Lushani. Lushani. E ai më ka thonë rrugës, më ka thonë hubre çfarë virusi ka Te ke. kje? E kum pas kapuqin, e kum hjek edhe e kum shkru, thash me shnet e bojsha prej sot emnin virus e kam. Edhe Prej ke asaj shkruar dite, virus, edhe a? kurse më raj. Absolutisht të gjithë i E kanë... pse e kam, se me ta bosh pse me kapelen. yll. Jo tash pse me yll. A me yll? Po, unë e kum vetë shpall, vetën, general brigade. Të kam drejt, me thonë vetës. Shumë thjesht. Po, e grada e general brigadës është në yll, për që ta e moj. E po mirë. E po mirë, general. Dhe gjithë bota unë ngrit në kamp, edhe artistët dhe... Ilir Shaqiri kishte bërë një këngë shumë të bukur, Shkëlqimi i plisit, me koronën, goxha vështirë, edhe ne punonim një legalitet thellë. Leonora Jakupi, po flasim për neve që ishim në Prishtinë. Leonora Jakupi sigurisht e bëri atë këngën e famshme, Avritet pafajësia, ishte arivladje të gjithë, ajo logjistika, pastaj gjithë këngëtarët, sidomos ata më prominent, kanë bërë këngë nga më të fuqishme të më të bukurat. Po, ta tregoj këtë, me që punonim natën e një legalitet, neve platorin e dërgum të print, edhe pastaj Iliri,
ishin ansambli i vallëve, Korona, edhe e kemi gjiru gjatë natës shkëlqimi i plisit, ku Mihria thret atje, hej, a ka dhe një pushke dhe për mua, more hej. Ajtë, le ta ndjekim atë pjesë, e mas saj na me dorë trokitje, e Mihria ka me na këndu diçka patriotike sonte. Se nata patriotike se. A ke kjo, Miri, a e din se kësaj këngë tani kudo që e këndojmë ja kemi shtu e për streti kushtë ngriti në për kaza Demi Asharje, Zahir Pajaziti, Luan Haradinje, Agjim Ramadanje, të gjitha ata e Muj Krasniqe që simbolizojnë fitoren e madhe të luftës për liri. E me që jemi ngrit në kamp të gjithë kështu, Virus, shumë falimderit që erdhe sonte, e kemi bisedu bashkë, kur të kam thënë se du të bëjnë këtë formë, dhe ishte kënaqësi që të kishim artistin luftetar në spektaklin Odeon, se Odeon është shesh i fjalës së mirë, teatri, si duket pej neve shqiptarëve është. Absolutisht, gjithçka në këtë botë, nëse e marrim e tjerrim holl komme në dalë shqiptar. Shqiptare. Se s'ka ku shka. Se kemi nis. Gjithmonë është. Shumë falimderit, urime epopeja. Falimderit. Falimderit. Na stiqim e madhe.